Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim administratorin e kompanisë Dimal, të cilët hodhën në treg mishpule me salmonel. Ndërkohë nën hetim është i vëllai. Është proceduar penalisht edhe 3 inspektorë të AKU-s për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Policia ka shpallur në kërkim administratorin e kompanisë Arben Goxha, 50 vjeç, si dhe janë proceduar penalisht vëllai i tij, Mondi Goxha, 53 vjeç. Uniformat blu bëjnë me dije se janë proceduar penalisht edhe 3 inspektorë të AKU-s, Gëzim Hushi, 38 vjeç, Sada Lufta, 42 vjeçe dhe Aldo Sinjari, 46 vjeç, me akuzën e shpërdorimit të detyrës, duke lejuar që ky produkt të futej në treg. Sipas hetimeve të policisë, mësohet se administratori i kompanisë dhe vëllai i tij kanë importuar produkte ushqimore ku në bazë të analizave nga institucionet përkatëse kanë rezultuar me përmbajtje të tyre kam bakterin e salmonelës. Një sasi prej 7.8 ton mish pule importuar nga Brazili ka rezultuar e kontaminuar me salmonel, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë ushqimore. Produkti mbërriti në portin e Durrësit në 11 mars dhe pas analizave të kryera pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, me 21 mars u konfirmua prania e bakterit të rrezikshëm me mishin e ngrirë të pulës. AKU tha se ka bllokuar 5.2 ton mish të mbetur tek importuesi, por 2.6 ton rezulton se janë shpërndar në treg për konsumatorët shqiptar. Produktet e shpërndara nuk janë lokalizuar ende, duke u bërë një rrezik potencial për shëndetin publik.